falenderoj edhe një herë për ftesën. Ju falenderoj edhe për temën e zgjedhur, edhe pse mendoj se bukur vështirë është ta trajtojmë këtë temë, edhe t'ia dojmë hakun, po megjithatë do të mundohemi së bashku me thënë diçka, me siguri me lanë shumë çka pa thënë. Të e pas parasysh se vërtet kemi të bëjmë me një fenomen që në fakt gati thuja mund të themi se është i lindur edhe me vetë njeriu apo me familjen e parë njerëzore, duke filluar nga Ademi a.s. bashkë me bitë e tij Kabilin edhe Habilin, aty kur edhe fillon pra shfaqja e dhunës edhe atë në mënyrë jo vërtet të lehtë, edhe vjen deri te vrasja pra e vllaut, do të thënë nga vllau, e që ky mëkat për fat të keq na ka përcjell, pra gjenerat pas gjenerate, por padyshim siç thatë edhe ju, vërtet dallojnë disa shekuj nga të tjerët, kur fjala e intensitetit të dhunës edhe shfaqjes së tij, mekanizmave të shfaqjes së tij, fillimisht po them prapë dhuna si dhunë, padrejtësia, domethënë kur fjala në aspektet individuale, mund të themi se ajo mund të shprehet duke pas parasysh aspektin fizik, me dëmtu njeriun, apo aspektin material, nëse dëmtohet në aspektin e pasurisë, gjërave kështu me radhë, po edhe në aspektin moral, që mund të dëmtohet, mund t'i bëhet zullum pra njëri tjetrit. Krejt këto janë gjëra të cilat në fakt e kanë atë trajtimin e vet edhe nga aspekti sheriatik dhe nga aspekti islam, e që në fakt po them si fenomen, pra dhuna, zullumi është prej gjërave më të urrejtura edhe të ndaluara, kisha me thonë, pra në islamin tonë të bukur, dhe prandaj edhe jo rastisht edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ka tregë vërtetën dhe ka thonë ittaqu dhulme fa inna dhulme dhulumatun yawm al-qiyamah. Thotë keni ruajuni nga zullumi, largohuni nga zullumi, sepse zullumi do të jetë zullume me quajtur ashtu në ditën e gjykimit. Do të jetë terr mbi terre, domethënë në ditën e gjykimit. Prandaj edhe ai që vërtet e ka parasysh këtë, nuk e lejon veten kallaj pra me ranë në te, e sidomos në atë që është i qëllimshëm, sepse ndoshta nganjëherë nga pak zullum na fillimisht i bëjmë vetes, duke qenë të vetmuar. E mos flas kur fjala e marrëdhënieve që i kemi dohat me njëri tjetrin, duke filluar pe aspekte familjare, domethënë bashkërtore, me evlatët tonë, me familjen, me farafisin, po edhe dohat edhe më gjerë. Duke u zgjeruar ajo edhe kur fjala tash mes grupeve të interesit, mes domethënë bizneseve, e mes mandej domethënë shteteve, e mes kulturave, qytetërimeve kështu me radhë, gjëra këto të cilat e kanë përcjell për njerëzimin gjenerat pas gjenerate, por për fat të keq ndoshta shekulli 20 që e lan pas, ndoshta vërtet ka qenë shekulli më i dhunshëm në historitë të njerëzimit, nga ajo që është regjistruar, sepse tonë e dim se vërtet me çka është ballafaqur pra njerëzimi në shekullin 20, duke filluar prej fillimit të tij, duke filluar sidomos me luftën e parë botërore, luftën e dytë, e para diku llogaritet duket 16 milion njerëz që janë vrarë në te, lufta e dytë mes 40 edhe 50 milion njerëzve, aspekti domethënë i Vietnamit 6 milion njerëz që janë vrarë domethënë në luftën e Vietnamit, në Kore ngjajshëm lufta Irak-Iran mbi 1 milion njerëz, 350 milion domethënë miliard, 350 miliard domethënë dollar, domethënë dëmet që janë bërë, e duke ardhur edhe deri në kohën tonë të fundit, lufta e Bosnës, lufta jonë në Kosovë, që e dim vërtet ka qenë një luftë gjenocidale që e ka bërë pra sistemi Miloševićan domethënë ndaj Kosovës dhe ndaj popullit të saj. Prandaj po them kur i shiqon këto pa hyrë në detale, vërtet e shohim se zullumi aq i madh dhe vrasja që ka ndodhur në shekullin 20, ndoshta vërtet nuk ka ndodhur gjatë historisë së njerëzimit asnjëherë, në kësi përmase dhe në kësi pra numri të madh.